Sekretariati për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Ekologji pranë komunës së Ulqinit ka shpallur masa të reja për mbështetjen e fermerëve dhe bletarëve duke synuar zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale. Sekretarja e sekretariatit Arta Muça bëri të ditur se është realizuar një thirrje publike për mbështetjen e bletarisë. Deri tani 14 bletar kanë aplikuar për subvencione prej 8 eurosh për çdo koshere, që për fillim shënon një nxitje të mjaftueshme, tha Muçaj. Përveç bletarisë është hapur edhe thirrja publike për mbështetjen e prodhimit bimor, bujqësor dhe ullishtarisë. Fermerët mund të aplikojnë për subvencione që mbulojnë deri në 50% të investimeve, deri në vlerën 700 euro, deri me 30 shtator. Mund të them se si sekretariat jemi munduar që vazhdimisht jemi aktiv dhe në anë të mbështetjeve si financiare, ashtu edhe në anë të manifestimeve, promovimeve, pra programeve promovuese, të mbështesim sa më tepër zhvillimin e bujqësisë, zhvillimin fushën e ekologjisë, zhvillimit rural. Ajo që mund të them se kemi realizuar në periudhën që lam pas është thirrja publike për mbështetjen e bletarëve. Në atë thirrje publike janë paraqitur rreth 40 bletar, pra anëvistri bujqësore që merren me bletari, të cilët kanë aplikuar për subvencion nga 8 euro për koshere, për si mas mbështetëse mund të them, financiarisht 8 euro për koshere. Kjo është, mund të them se është një nismë e mirë, një nxitje e mjaftueshme si fillim. Normal që mjetet sa më tepër edhe më tepër zhvillohet fusha e bletarisë, por si fillim 8 euro për koshere paraqet një nxitje të mjaftueshme për zhvillimin e bletarisë. Përveç kësaj thirrje publike, jemi duke zhvilluar edhe thirrjet publike për mbështetjen e prodhimit bimor, bujqësisë, ullishtarisë, pra kanë mundësi, e cila është e hapur deri në fund të muajit, pra deri me datën 30 shtator, të cilët fermerët kanë mundësi të aplikojnë për masa mbështetëse për çdo blerje apo investim në fushën e bujqësisë, dhe ne si sekretariat ju subvencionojmë 50% të vlerës së investimit, pra deri në 700 euro të vlerës. Cilat nga aktivitetet që keni bërë edhe në bashkëpunim me organizatat turistike të Ulqinit ishin të suksesshme dhe në pritshmëritë tuaja? Po, përveç pra mbështetjeve financiare të thirrjeve publike, ne realizojmë edhe manifestime. Manifestimet që kemi realizuar janë pra të suksesshme gjithmonë, mund të them, dhe një bashkëpunim shumë të mirë me organizatën turistike. Është manifestimi të cilin kishim në muajin e kurrikut tek pazari i suvenirëve, manifestimi i Shalqini i Ulqinit. Po ashtu kishim gjatë muajit të gushtit natën e bamjeve, të cilën po ashtu në bashkëpunim edhe me Pallata Venecia dhe shoqatën e bamjeve. Është realizuar me mjaft sukses dhe kemi tërhequr shumë vizitorë të cilët kishin mundësi të provojnë produktet tona vendore, si qoftë Shalqini i Ulqinit, bostani, prodhime nga bostani, po ashtu edhe bamja të përgatitura nga kuzhinier vendas, dhe mund të them se kemi realizuar me sukses. Kishin mundësi pra mysafirë të ftuarit të shijojnë tryezat tradicionale, ushqime tradicionale me të cilat Ulqini njihet. Kalojmë edhe njëherë tek fermerët. Si ka qenë bashkëpunimi me fermerët lokal dhe sa janë të interesuar fermerët për përfituar nga thirrjet publike? Ajo që kemi vërejtur është se çdo vit interesimi është më i madh dhe më i madh, dhe mbas të thirrjeve që kemi aktuale shohim që janë interesuar dhe më tepër se sa kemi pritur, dhe kjo është një shenjë e mirë se këto masa nxitëse sadopak të vogla janë të vyeshme për fermerët. Sekretariati ka qenë aktiv edhe në promovimin e produkteve vendore dhe turizmit rural. Gjatë verës janë organizuar manifestime dhe panajire, ku vizitorët kanë shijuar produktet vendase. Interesimi i fermerëve për pjesëmarrje në këto aktivitete na motivon të vazhdojmë, shtoi sekretarja. Ajo që kemi në rend të ditës, të them në program, nga sekretariati është që do t'i përfundojmë dhe do t'i realizojmë këto thirrjet që kemi nisur, po ashtu do fokusohemi dhe në çështjet e mbrojtjes së mjedisit. Kemi pasur çështjen e mbrojtjes së plazhit të madh, të cilën presim që të aprovohet në kuvent,
për të cilën kemi mbajtur veç shqyrtimin publik, po ashtu mendojmë të iniciojmë dhe të vazhdojmë procesin e mbrojtjes së Valdanosit dhe kemi gjithashtu në program definimin e çështjes kripores, domethënë të krijohet një ndërmarrje, ndoshta në bashkëpunim me qeverinë e Malit Zi, e cila do menaxhoj parkun natyror të kripores së Ulqinit. Po aktivitetet kulturore flas, cilat ju presin së shpejti? Së shpejti do kemi po ashtu manifestimin Shporta e Vjeshtës, e cila do mbahet diku nga gjysma apo fundi i muajit tetor. Do jetë një manifestim i suksesshëm si çdo vit dhe shpresojmë që së shpejti do dalim dhe me programin parapar për këtë manifestim. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të ekologjisë në 19, 20 dhe 21 shtator do të zhvillohen aksione pastrimi dhe mbjellje në bashkëpunim me delegacionin e Bashkimit Evropian. Kur jemi të aktivitetet, vlen të përmenden edhe aktivitetit që i kemi në ditët në vijim, pra lidhje me shënimin e ditës së ekologjisë me 19, 20 dhe 21. Pra do kemi të kombinuar aksione mbjellje, aksione pastrimi në zonin e Kruçit, do kemi aksion mbjelljeje dhe vendosjen e disa tabelave informative të drunjve të mbrojtura dhe të vjetër, po ashtu në zonën e plazhit të madh në pjesën në prapavine e plazhit të madh do kemi aksion pastrimi në bashkëpunim me delegacionin e Bashkimit Evropian, do koordinojmë aktivitete dhe do shënojmë ditën e ekologjisë, duke marrë parasysh rëndësinë e ekologjisë dhe mbrojtjes së mjedisit në komunën e Ulqinit.